Global Final në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me projektin e tyre inovativ, për çka do të flasim sot këtu në studio, për rrugtimin e tyre atje, për detajet për projektin e shumë çka tjetër. Së bashku me mua në studio janë Edlar Gashi dhe Ergen Pacharizi. Mirëmëngjesi djem. Mirëmëngjesi, mirë faleminderit. Shumë faleminderit që jeni sot pjesë e emisionit edhe që na keni bërë krenar edhe në Amerikë me fitimin e këtij çmimi, kështu që po du me ditë s'pari qysh ka qenë përvoja atje, na tregoni pak qysh keni kalu. Përvoja ka qenë e mirë, mundemi me përmend që ka qenë një ndërgorët më të mëdha të shkencave, sidomos ne në cilën kategori kemi marrë pjesë, edhe përvoja ka qenë e mirë sepse kemi qenë në mesin e 32 shteteve, si Kosovë kemi marrë pjesë, edhe përveç projektit kemi pas edhe eksperjenca tjera, edhe po ashtu edhe në promovimin e vlerave të shtetit tonë, të cilat i kemi ndohë me shtetet e tjera, edhe i kemi përfitu vlerat e tyre, kemi mësu, po edhe vlerat e tyre kemi shpërndohë me ta. Po na tregoni pak si u bo puna që ju me marrë pjesë atje, në këtë garë ndërkombëtare? Po, bashkë me Eldorin, ne jemi shok në njëjtën shkollë, jemi pjesë e gjimnazit Hasanaj, edhe ndërkohë kemi pas si garë, na ka pëlqy si ide, edhe në të kalumen kë projekt u koni njoftën për mu personalisht. E kom pa një mundësi që Eldori me aftësit e tina në inxhinieri me u integru këgja mirë në bioteknologji në temen e projektit tonë, edhe kena zgjedhë më bu bashkë, edhe me vazhdu me apliku, fatmirësisht jena pranu edhe jena bo pjesë. Po a mundën më nga të regu pak më konkretisht për çka bëhet fjalë në projekt edhe për krejt shikuesit që po na ndjekin edhe nuk e din ende se me çfarë projekti ju keni garu? Po, projekti jonë e studian, thejme më mirë, potencialin e helmit bletës, saktësisht një përbërësi aktiv në helmin e bletës, quajtur melitin, një peptide melitin, në sulmimin e qelizave kancerogene. Një temë jashtëzakonisht e përhapur ditëve të sodit në mbar botën, e dina që kanceri është sëmundja e shekullit, pasi që ende nuk ka një kur zyrtare. Andaj edhe gjithë fokusi i shëndetësisë botërore është e fokusum që me gjetë një kur sa më efektive për kancerin, duke ditë që kurat cilat tani më janë në përdërim, nuk janë aq efektive, pasi që dim që kura më përhapur kemoterapia, sulmojnë edhe qelizat e shëndosha. Gjithashtu, përveç studimit të potencialit të melitinës, ne në projektin tonë kemi tentu që me integrua dhe mënyrë efektive të transportimit të melitinës në trup, duke përdorur grimca magnetike të cilat e bëjnë sa më efektive dhe melitinën e dërgojnë vetëm tek indet e prejkura me pjesë tumoriale. Për fund, për me bo projektin sa më ekologjik edhe për me e kriju një ndjenjë të mbrojtjes natyrës të mos çrregullimit sistemit natyror, së bashku me Eldorin e kemi integru një sistem AI, për mes të cilit kemi tentu që bletët me i rujt sa ma shumë edhe mos me dëmtu zinxhirin e tyre zhvillimor në natyrë. Po ku reprezentut këtë projekt para jurisë, që shepritën juria dhe pjesëmarrësit e tjera atje? Fillimisht e cekëm që këtë projekt ka qenë edhe ata e ponë në fakt për mes punës që kemi bërë edhe me postera me gjitha atje, e ponë që këtë ka qenë një kërkim shkencor, ka qenë pak ma i thellë edhe kemi pas punë normal, kemi bërë punë për mrena 3-4 muje besoj, edhe po ashtu ata e pëlqenën punën fillimisht, po në fillim krejt u habetën, se nuk e besonin që mundën me gjetë diçka që shëron kancerin. Atin se është çunon edhe që tha edhe shoku Ergini që sëmundja e shekullit, është një çështje që shumë shkencëtarë merren me të, edhe prandaj edhe ne kemi bërë si kërkim shkencor, edhe aty ne ju pëlqej puna që një 16 vjeçar dhe një 17 vjeçar e kanë bu për me gjetë një shërim të kancerit, e që pritet në të ardhmen me punu për ato, edhe më shumë që me arrit drejt suksesit të këtij shërimi. Po sa kohë djem ju ka marrë këtë puna kërkimore, krejt puna deri tek finalizimi i projektit? Komplet projektin e kemi ndonë në disa etapa. Etapa parë ka qenë shqyrtimi i literaturës, për shkak disa problemeve që i kemi pas, është du të më fokusu pak ma shumë në shqyrtimin e literaturës ekzistuese. Kjo ka lyp këgja shumë kohë dhe ka lyp këgja shumë për kushtim. 2 muaj ka qenë veç faza që me i pa kërkimet e kaluara nga ekspert fushës, me i shqyrtu ato krijimi i grafeve. E më pas periudha e
vendosjes gjithë kësaj idejës tonë ka qenë shumë e shkurt, po besoj një javë, 2 javë. Eldori mund të na fol pak më shumë për periudhën që i ka marrë për me kriju sistemin AI. Po, kjo për shembull ka qenë më shumë planifikimi ka marrë kohë, po ashtu edhe tash gjetja tash na çështedina edhe e informatave rreth për mi mbledh ato edhe me arritë një sistem AI më i duhur për projektin ton, sepse kemi pas për me bë klasifikimin mas pari duke filluar pe çështje më të thjeshta që kanë qenë për shembull klasifikimi i bletëve mas pari, edhe mos me dëmtu edhe njëkohësisht mos me dëmtu edhe sistemin apo edhe mjedisin ku bletët jetojnë, edhe pastaj sistemi AI na ka mundësu që përveç zgjedhjes të bletëve, edhe me po ashtu për bortjen e melitinës, për që përmeni edhe për pjesët magnetike, mi zgjedh ato. Po, gjatë prezentimit të projektit juaj në Garë, a kishit emocione para jurisë ndërkombëtare atje? Normal që ka emocione, normal pritën pyetje thëmbusa adin me të vendos pak në pozitë cikletshme, ama në përgjithësi kena kalu mirë. Keni kalu mirë, po ju më tregut para se mjanis që ka qenë edhe në shqiptar njëria, po a ju ka bu kjo mundim ma rahat? Jo se që është shqiptar nga ka tregu në fund, Okej, se pasi e kemi spjegu, edhe fakti që nga tregoj që është shqiptar, tani më ketëm pak ma në siklet, se e dishëm që përveç siguria ka me prita edhe diçka tjetër prej neve, ka me pos ambicit që na me ju tregu edhe jurive tjerë prej periardhjen tonë, që na me përfacu sa ma mirë Kosovën. Na ka vu pak impresion, amo knaci me taku shqiptar të nivelit tillë. Ai ka qenë profesor në një universitet në Boston edhe na e na bo mundi mirë kër e kemi po ato, na ka japë këgja shumë konfidencë kështu. Shumë mirë. Qëka ju ka bo mas shumë të përshtypje nga kjo përvoj, themi kështu në Amerikë? Episoduma dhe më parë, po më po them prapë që tash përshtypja më e mirë që kemi pas gjatë Garës, e cila është mbajt, du ta ceki prapë që kanë marrë pjesë 32 shtete, ka pas një le të themi multikulturalizëm në shtete, do të thonë edhe kultura është aty që të gjithë i kanë shfaqur vetat, edhe tash e kanë tregu traditat e tyre më shumë, që kena kalon përshtypje, se tek pjesa profesionale e projektit, normal që secili kemi pas projektin tonë, edhe kemi shikuar edhe projektet e tjerëve, është diçka që të bën me mësu më shumë rreth botës së shkencave sidomos. Edhe përshtypja më e madhe ka qenë që i ke pa edhe më shumë shtetet e tjera se me çka merren edhe si e kanë sistemin edukativ arsimor në këtë rast. Po, konkurencën a e keni ndje dhe tregom një ka njoft Kosovën? Po, kemi ndje konkurencën, ka pas projektet mira, Eldori. Cili ka qenë ndoshta një projekt që ju ka pëlqy juve? Personalisht ka qenë një projekt mdoket prej Meksikës, u kon e kanë kriju një pajisje për të shërdhër. është konë nështa integrum pak ma shumë me aspektet fizike, mirë për mu ka qenë ajme e miri. Amo në përgjithësi ka pas projektet mira, ka pas të projekte edhe prej Balkanit që janë konë të mira, gjithashtu ka pas edhe projekt tjetër prej Kosovës në biologji, cili u shkonë një zakonisht e mirë. Po cilësia e projekte u konë e mirë dhe jena të lumë të në qënvesin aty ne këna rritë që në STEM, me konë projekte dytë më e mirë. Qëka ka bo projektin e juve ma veçant prej krejt këtyne projekteve tjera? Po, projektin tonë tash në veçanti prej të gjitha projekteve, ndoshta edhe ata i kanë përmbush disa prej cilësive që i ka një kërkim shkencor, po na e kemi pas kërkim shkencor edhe ka qenë, prapë e themi se ka qenë një projekt që merret me një çështje të shekullit. Do të thonë që gjithë, ndoshta kemi edhe familjar të prekur nga smundje edhe ndoshta mund të themi që sigurt të gjithë janë më shumë të fokusuar në këtë çështje edhe në gjetjen e një shërimi për kancer, sesa në disa çështje të tjera vetëm inxhinieri. Që unë fillimisht kom desht me integru, se na e dim, po duhet me lidh prapë që bioteknologjia është zhvilluar shumë, sidomos në shekullin 21, edhe prandaj edhe unë kom shpreh interesim bashkë me Erginin që me integru inxhinierin, sidomos në biologji. Po kjo zgjidhje që ju e keni propozu, si mundet me funksionu në praktik edhe a mundet me u përdor realisht në jetë? Po, deri më tash kanë kalu gjitha fazat e analizave shkencore. Në bot OBSH-ja i ka miratu si një zgjidhje, edhe tani më vetëm kanë mbet testimet e fundit për me u bo në njerëz përkatësisht.
edhe besoj që me kalimin e viteve edhe bota ka me pa potencialin e këtij aspekti zhvillimor në këtë fushë, edhe po besoj që në të ardhmen ka me pas një potencial që mu integru shumë mirë edhe në trajtimin e pacientëve normal me kancer. Po gjatë realizimit të projektit, me siguri jeni ballafaqur edhe me sfida të ndryshme, cilat kanë qenë ndoshta sfidat kryesore me cilat jeni... Sfidat rreth projektit janë kanë të ndryshme. Normalisht projekti shkencor lyp ma shumë se analizë. Projekti shkencor lypin vërtetim, lypin hipoteza, lypin vërtetim, këto na u kanë pamundsu. Për shkak të kushteve të mangta që jena në Kosovë, Universiteti Prishtinës nuk ka mujt me na ofru ndoshta edhe hapësirat e nevojshme që na me i performu eksperimentet, ndoshta për shkak të mundësive. Normalisht dihet që Kosova edhe Universiteti Prishtinës nuk është kalibër universiteteve më të larta botërore, edhe nuk janë gjitha mundësit që me u zhvillu njëti eksperiment si këto si në një vend tjetër zhvillum. Po besoj për mu personalisht kjo ka qenë sfida ma e madhe, se sa do që ki një ide, sa do që ki një hipotezë, momentin kër nuk mundesh me vërtetu ato eksperimentalisht, atëherë gjithmonë ka me konë ma e fështirë që me bindjurin që kjo është e vërtet. Në mungesë të kësaj kemi tentu që sa ma shumë e mbush këtë bëshllak, për mes eksperimenteve tani më të përfundume, cilat kanë jopë indikacione pozitive, edhe të cilat na i kemi analizu edhe kemi bu ndërlidhjen e tyre, krijimin e grafeve të reja, mirë po pa pas një eksperiment cilin e kemi performu na vetë. Gjithashtu tani edhe probleme tjera kanë qenë arritja deri tek literaturat të ndryshme, po besojna që media online a ka mundësu ka gja shumë qasjen në projekte, në punime shkencore të bëtume tani, amo e theksja njëherë që problemi kryesor, sfida kryesore ka qenë mungesa kushteve për zhvillim të projektit në laborator. Po, përsëri ju ja keni dalë që është mas mire. Jemi mundu edhe jemi të lumtun që kemi arrit me mbush këtë bëshllak. Po, për përkrajen të flasim pa, kush ka përkra më shumë? Ti familja, shoqënia, shkolla? Po, na fillimisht... A keni kështu përkrajen? Po, kemi pas përkraje sidomos prej shoqënisë, mune me cek, po ashtu familja, fillimisht familja në fakt, edhe në fund ka qenë edhe shkolla, të cilët jemi konsultuar për projektin, edhe me profesoreshën tonë Elsa, me profesoreshën Elsa të biologjisë kemi bisedu ma shumë për projekt, edhe aja na ka sugjeru që me bisedu edhe me një nga asistentët e profesorëve në UP, e i cili na ka ndihmu në gjetjen e literaturës, edhe është mundu që me na i ofru kushtet në laborator, po nuk ka mund, edhe se janë disa që është pak edhe problem, ndoshta edhe financiar, po edhe diçka për shtetin tonë, sidomos për UP-n. Po ashtu mbështetjen e kemi marrë, edhe për mbështetje financiare kemi dërgu kërkesa plotësuara, normal kërkesa serioze në komunë dhe ministri, përgjigje ende nuk kemi marrë, por shpresojmë të marrim në VM, edhe normal kështu na kanë tregu se do na kthejnë përgjigje, edhe shpresoj se do marrim përgjigje. Po për me udhëtua, keni pas ndonjë ndihmë financiare nga shteti jon, apo keni shku vetë? Kemi shku vetë. Normal, shpenzimet të gjitha kanë qenë vetë, si që theksova më parë, prapë theksoj që presim përgjigje për ministrisë edhe komunës. Neve, deshta edhe me tregu që për këtë projekt, po ju vetëm projektin, se na tentojna me avancu projektin, e sidomos ndoshta edhe me eksperimente më të mëdha, më të sigurta, po na prapë presim që në mbështetje për ministrisë e komunës po ashtu, për zhvillimin e këtyre projekteve, këtyre eksperimenteve, cilat qojnë në një zgjidhje ndoshta globale, mund të themi. Përveç asaj, na jemi edhe dy nxënës gjimnazit Hasanoj, që shpërmeni shoku, edhe jemi duke synimet tona janë që me u pranu apo me fitu bursa në universitete jashtë vendit, që me u shkollu edhe njëkohësisht synimet kryesore, po thëmë prapë që janë që me u kthy apo me kontribu në vendin tonë. Ne gjithmonë sa herë marrim pjesë, është hera e dytë që marr pjesë në gara ndërkombëtare. Më parë kam qenë në Genius Olimpiad, kjo është gara e Wise. Ne gjithmonë mundohemi që mi promovu vlerat tona, përveç asaj edhe me është një farë krenarie kur të përfaqëson vendin tënë. Nuk është krenari personale kur merr pjesë midis
në mes 32 shteteve të botës edhe aty nuk shkon veç Eldar, aty nuk një askush. Ndoshta dikush nuk e njeh edhe shtetin, që kur ju tregojnë, po e njeh, kur ju tregojnë Kosova është në Ballkan, afër Shqipërisë, simbolin e Shqipërisë edhe shqipojnë e kështu tani ata fillojnë edhe njohin Kosovën, po. Edhe kur flisnim për projekt, ju pëlqej shumë, sidomos amerikanë që ndoshta disa nuk e njehnin Kosovën. Kur flisnim për projekt, ju pëlqej shumë edhe pastaj kishin një përshtypje më të mirë për Kosovën. Po kush u ka frymëzuar për këtë ide inovative? Në të kalumen, tu i po rastet e shumta, tu i po vështirësitë e familjeve të cilat përballen me këtë smundje, me këtë problem global. E kom po rastisht një artikull që ka folë për këtë temë, edhe me kalimin e kohës kur ka ardhur koha për një garë cilën e kemi bërë Shqipni, shkolla jonë fokusohet shumë në gara ndërkombëtare, edhe kemi marrë pjesë fillimisht atë. E kom bo si projekt, mirë po vetë si overview në fillim, jo diçka detajume. Kurse kur erdhë koha për ajvajs, na ka lyp pak ma shumë kohë, pak ma shumë për kushtim, amo kemi arrit që me bo një studim të mirë fillt. Po besoj që frymëzimin e kemi gjetë prej rasteve dhe prej ambientit rrethus në përgjithësi. Po, qka kishët pas dëshirë me ndodhë me projektin e juve? A kishët dashë që projekti juaj mu bo pjesë e tregut? Unë besoj që në të ardhmen nuk kemi me lënë me kaq projektin. Edhe jam shumë i motivuar që, si tha Eldari, me vazhdu me këqyrë mundësi, me këqyrë se cilën mundësi që na me arrit me performu diçka në laborator. Hipotezat cilat i kena parashtru në projekt, na me arrit me i vërtetu vetë, edhe në atë moment kish pas me u shëndru në një punim të mirëfillt shkencor, jo thjesht një studim. Për atë arsye, po besoj që na nuk kena me undalë edhe kena me vazhdu të në kohën që me avancu projektin, deri në një pikë ku shpresojmë që projekti me bo boom, edhe me morë një vlerësim ndërkombëtar për ato të cilën po ashtu, deshta edhe me përmend që arsye se e përmenda edhe na jemi të interesu normal që shtashme me fitu bursa me studiu jashtë, që normal niveli është tjetër, si që dim, edhe po ashtu janë më shumë kërkus, sidomos universitetet e jashtë, e kom parë e dyta herë që thash, për shembull në Amerika, ata kërkojnë shumë, sidomos kërkime shkencore, ju jepën nxënësve ose studentëve si detyrë, e ata do të me kërku edhe me gjetë dhëna, pej shumë projekteve në botë, edhe pastaj me bo si kërkim shkencor të thellë. E na pikërisht për atë arsye, ndoshta mund të gjejmë kushte më të mira që me punu këtë projekt, po pa e harru normal edhe rënë tona, sidomos në Kosovë, ku jemi rritë. Po ju që dy herë e cekët që keni me dalë jashtë për studime, keni me shku dikon jashtë me studiu, qka janë planet e juaja? Se po besoj i keni kështu idet në kokë. I kena ato pikat në kokë, cilat i kena vendos. Halo jo diçka konkretisht, Eldari është një vit më e madhe dhe vitin tjetër vetë se ka me fillu aplikimet për universitet. Unë kam edhe pa kohë, po... Ti më duket me mjekësi që shumë tha. Po më duket edhe më po. Okej. Tregom një tash qka janë planet e juaja të ardhshme për ndonjë projekt. A jeni të punu me ndonjë projekt tjetër? Po, personalisht e kam një ide që në të ardhmen mujna me avancu. Është edhe kjo në ndërlidhjen e biologjisë me natyrën. Mirë, po është hajlo në fazat fillestare, për momentin jena fokusu në projektin që e kena pas deri tash, po besoj që hajlo kemi me vazhdu më fokusu këtë, deri sa të arrim në një pikë ku jemi të kënaqur me rezultatet e këtij projekti. Gjithashtu të ju bazu që kemi me marrë pjesë vazhdimisht edhe në përgara tjera, po besoj që kena pas edhe projekte tjera, cilat kena mënu me i bo ma mirë se sa këto që e kemi bo në Amerikë, e sa herë të shku të avancu. A ka ndonjë garë tjetër ndërkombëtare që kështë dashtë me qenë pjesë aty? Unë, po, bisedu më parë, deshta të tregoj prapë që unë kam edhe një vit normal në gjimnaz, dhe më thonë edhe pastaj po shpresoj edhe synoj që të vazhdoj në universitet, edhe garat të tjera, ndërkombëtare ndoshta kisha pas dëshirë me marrë pjesë, po ne kur
kur të rritesh pak e kupton që gjitha kërkimet shkencore, ndoshta gora sa do që të jetë serioze, ti do të me punu diçka që është më serioze edhe është më konkretisht eksperimentale në laborator që me arrit një farë përfundimi edhe që ti me kontribu, sidomos apo në mjekësi, në inxhinieri apo kudo, desha ta ceki prapë të ndërlidhem edhe të projekte tjera që kemi punu, unë sidomos edhe jam merr çmoti me teknologji edhe robotik, edhe për robotik, në kategorinë e robotikës, ka marrë pjesë në Amerikë herën e parë, në Gora, edhe po ne kemi gjithmonë kemi nisë projektin me një farë qëllimi që ato me integru dikon. Për shembull, kur kemi nisë një robot që ndihmon në spital, edhe nuk e zëvendëson punën e infermierisë, po e bën punën më të pastërt, e sidomos kur ka sëmundje epidemike, edhe e komunizme qëllimi që me integru dikon. Edhe ato, normal, të gjitha këtu projekte që kemi bërë gjatë shkollës fillore, shkollës mesme, këtu ne mundohemi që në fakultet me pru diçka të rej në treg, që shtë edhe ti, edhe me kontribu në çfarë do lloj kategorie, mjekësi, inxhinieri apo shëndetësi në OSHB e të tjerë. Po ky robot është funksional në sistemin shëndetësor? Roboti që e kom pas në projektin e kalum, në sistemin shëndetësor nuk ka qenë funksional. Ideja nuk ka qenë, normal, roboti ka pas një ide atëherë, kur ka qenë COVID-19, ka qenë ideja që bornat me u shpërndo automatikisht tek personat cilët janë të shtrirë në spital, ose pacientët, edhe ata ajo ka qenë ideja projektit. Edhe do më thonë, pa pos kontakt infermierja me pacientët. Po kështu këta robot janë të integru në shumicën aspekte, por ideja nuk është. Okej. Po ju djamajnit gatshëm me vazhdu punën me kërkime shkencore? Po besoj që kërkimet shkencore për mu, personalisht, kanë me ko pjesë e pandashme e jetës nëse veç vendosi me studiu mjekësin. Arsyeja që jam edhe tash i fokusum që me tentu sa ma shumë mu përmirësu është kja, do me thonë, me u mundu që me u ambientu me punime shkencore, me mënyrën që shme kërku diçka, me mënyrën që shme hedh hipoteza mbi diçka, edhe po besoj që në të ardhmen kemi pas shumë atlet, faktit që në këtë moshë jena të tentu me bu diçka, në të ardhmen ka me ko ma e letë, edhe për mua, edhe për Eldarin, me u... Kur prej tash keni sukses, ma vonë jo, keni mi kopë kështu majat e majave të suksesit. Shpresoj. Faleminderit djemë shumë për këtë intervistë dhe faleminderit për krejt informacionet që i ndohet me ne edhe me shikuesit tonë. Unë nuk knoqa shumë në intervistë me juve, edhe po ndihem shumë krenare që ju jeni djemë të Kosovës edhe që na përfaqësoni në mënyrën më të mirë. Ju uroj shumë sukses e tutje. Faleminderit shumë për ftesën edhe ishte kënaqësi, sidomos nga unë. Faleminderit shumë. E tani të dashur shikues, nga kjo intervistë e këndshme, unë pja kaloj fjalën e Mirës për me vazhdu me intervistën tjetër. Faleminderit shumë Jeta edhe djemve për intervistën e tani të dashur miq, rrjedhën e emisionit po e vazhdoj me intervistën e 4 për ditën e sotme. Krejt minutat që na kanë mbetur, ne kom kënaqësinë me i nda me selektorin e shoqatës së të verbërve Gjakova, zotri Ahmet Mahmutaj, me të cilin do të flasim për debutimin e kombëtares së Kosovës në futboll për të verbër, në kampionatin evropian, e kjo ndodh për herë të parë. Mirëmëngjesi edhe nderi madh të kemë në një lidhje